Influencer World. Bota e influencerave. Tani është momenti që mua dhe Anisës do na duhej një gotë me alkool për ta shtyrë, me thënë të drejtën. Nga gëzimi, mos na keq kupto, sepse është momenti që të vi influencerja jon dhe vetëm e jona. Kemi vetëm ne që quhet Myqyrysja. Kemi gëzuar festa. Gëzuar. Mjafton një herë gëzuar. Si po ja kaloni? Mirë, ti si kalon? Mirë, shumë mirë. Si kanë qenë këto festa për ty? Vitin 2021. Si të gjithë. Këto festa kanë qenë maramendëse për mua. Se duhet ta thuash kështu. Për mua dhe muan tim. Po më merr mua im në telefon ndërkohë. Okej. Të fala. Mund t'ja hap? Hapja. Jemi duke regjistruar. Sapo isha duke folur për ty, për muan tim. Më vërtet? Po. Përshëndetje muaj Myqyrysja. Jemi në regjistrim live. Të Lushin ato duar. Bëj përshëndetje. Na bëj përshëndetje falas ndonjëherë. Përshëndetje ju dua. Po si na dos na një fare. Pafshim. More vesh apo jo? Ky ishte mua im. Ta kesh me jetë Nilsa, ta kesh me Faleminderit. jetë. Mua. Ryfe. Nisa nuk është këtu. Anisa, pse më ngatëron? O plak. Se jam piktor. Atëherë, shiko, unë them të vazhdojmë. Unë nuk i pranoj dot këto. Anisa gjithmonë ke qenë me energji negative, gjithmonë ke dashur të më zvendësosh. Gjithsesi, është vigjilje festash dhe unë dua të mbaj pozitivitetin tim. Tu bëft shpirti drit jepi. Atëherë, doja të thoja fillimisht, doja të bëja një urim për të gjithë ndjekësit e mi, jo për të tjerët, jo për ata që nuk më ndjekin. Ju uroj një vit plot pozitivitet dhe më rëndësishme. E harrojmë duket. E kisha bërë gati në fakt të them të drejtën. Sa kam thënë më Ryfe, shkruaj ato, shkruaj. Atëherë, rëndësishme është që të jeni pozitiv. Po vazhdojmë. Atëherë, Myqyryfe ose Ryfe, produkti jot i radhës për sot. Ti biem shkurt. Duke qenë se është një produkt që un kam pritur shumë kohë për ta lançuar. Wow. Është një produkt që unë e kam krijuar vet. Është një produkt që un kam kohë që punoj dhe kam pritur pikërisht që ta nxjerr tani për festa. Wow, fantastik. Dhe është një produkt që e përdorim të gjithë. Make-up, ke krijuar make-up? Jo, nuk jam si të gjithë të tjerat. Është një produkt që të gjithëve na nevojitet, sidomos në këtë vigjilje festash. Është sallata ruse. Po prit me, e ke shpikur ti. Çish më e ke shpikur ti? Nuk e kam shpikur, e kam krijuar. Është një gjë Ryfe. Shiko, e kam krijuar, më saktë jam inspiruar nga disa influencers të tjerë në botë që e kanë krijuar, që e kanë shpikur më saktë, dhe unë e kam krijuar për publikun shqiptar. Atëherë, doja që të sqaroja. Sallata ruse që kam krijuar unë është një produkt dietik. Sallata ruse. Tani u bë interesante. Atëherë, sepse ka karota, ka bizele 200 gram. Deri tani je një lloj me ka patate, ka 50 gram kastravesa turshi, vezë, pa kusull, pa krip vaj ulliri dhe 300 gram majonezë. Okej, tani na shpjegoj Është super dietike për gjitha gocat që kanë nevojë të ruajnë linjat e tyre, mund të marrin këtë produkt, mund të ruajnë linjat me. Po. Moj Ryfe, po kjo është receta që e bën çdo mama apo gjyshe. Ndryshimi është që këtë herë po e sjell unë dhe kam krijuar me dockat e mia. Kjo bën sens. Dhe çdo gjë që bën ti ka shumë funksione. Po, dhe kjo sallat ka shumë funksione, por doja që t'i zbulonim këto funksione pak nga pak për gjatë vitit 2021. Wow, do të jenë një surprizë. 2021 do merrem me këto dy funksionet. Po, unë ju ftoj që në çdo puntat neve ta përmendim sallatë ruse, sepse është marketing free, më kupton? Se mos I ke hedhur në një nga I çaj laksativi erës kaluar, moj. Do flasim. Nëse disa persona mund të kenë efekt anësor dhe të kontaktojnë mjekun e tyre. Okej, Myqyryfe. Shumë interesant produkti. Tani që ta mbyllim me nota pozitive. Po, sigurisht në zemra ime. Na thuaj your New Year's resolutions.
Atëherë, my New Year's resolutions are rezolucionet e mia për këtë vit. Po. E harroj sepse kështu bën gjithmonë, e harroj. Rezolucionet e mia janë një dhe vetëm një, të jemi pozitiv. Faleminderit Ryfe. Shumë faleminderit, qëndroni pozitiv dhe bëni follow në Instagramin tim Vizposhtë Ryfe. Qëndroni pozitiv. Mirupafshim.